Kjo është një prej sallave dhe godinave më të famshme të New York City. Është në zemër të tij, në 42 rrugë dhe Park Avenue. Grand Central Terminal, ose terminali qendror i madh qendror i New Yorkut. Është një sallë e ndërtuar ose një stacion i ndërtuar në vitin 1913 me një arkitekturë art deco dhe me një prej sallave më të bukura të New York City. Gjëja më interesante e sallës, dhe ndoshta më me vlerë, po flas si objekt, është ajo orë atje, mbi informacionin e Grand Central Terminal, e cila supozohet që ka një vlerë prej $20 milion. Pra $20 milion është vetëm ora e ndërtuar në qendër të sallës së Grand Central Terminalit, e cila është aty që prej vitit 1913 kur u ndërtua Grand Central Terminal. Ndërkohë, salla qendrore është e famshme për një seri gjërash. E para është e famshme për pjesën e sipërme të tavanit, i cili është i gjithi i dekoruar me dorë, me një pikturë e cila reflekton, po e quaj qiellin, yjet dhe pjesën më të madhe të formacioneve të yjeve, por ka një teori që kjo pikturë është bërë gabim sepse shifet nga sipër dhe jo nga poshtë. Gjithsesi, këto janë pastaj teoritë lindura. Salla vetë është ndërtuar në 1913. Është Grand Central Terminal, por nuk është Grand Central Station, siç mendoj një pjesë. Këtu nuk është as linja e metros sipër, linja e metros është 9T, nuk është as treni ndër amerikan. Treni ndër amerikan niset nga Penn Station. Janë vetëm trenat që shkojnë nga New Yorku në drejtim të periferive të tij. Gjë më e famshme është salla, mbi të cilën qëndron gjithmonë i varur flamuri amerikan. Në vitin 1913 ishte godina ndoshta më përfaqësuese e New Yorkut. Ngjitur me të është ndërtuar Empire State Building, pra shumë afër prej këtu është Empire State Building, ndërkohë që Grand Central Terminal ruan pjesën më të madhe të arkitekturës origjinale të vitit 1913, pra rreth 112 vjet më parë. Shihni vetratat e mëdha, dritaret me vetrata të mëdha, që janë në të dy anët e tij, pra qoftë në balkonin lindor, qoftë në balkonin perëndimor. Nëse shkoj në këtë drejtim të balkonit do shihni që është Cipriani, një prej restoranteve më të njohur në botë, që ka nisur aktivitetin e tij në Venecia dhe më pas është shpërndar në gjithë botën. Në të dy anët mund të nisesh në drejtim të pjesëve të sipërme të holleve, do mundohem të eci atje, ose të terminalit ku janë trenat, po eci tani në pjesën perëndimore, pra po të vëshre vazhdojnë, e gjithë zona rreth rrotull ka mbi 60 dyqane dhe është një nga zonat më të përdorur, më të si thua të përdorura në kinematografi. Një sër filmash që lidhen me New Yorkun janë xhiruar në Grand Central Terminal dhe janë të famshëm, madje një korridor në zonën e Oyster Bar tregon edhe gjithë pamjen e filmave që janë bërë për Grand Central Terminalin. Këtu është pjesa e sipër, pra mund ta shohësh më mirë nga sipër. Është një nga hyrjet, kjo është hyrja nga Vanderbilt Avenue. Këtu është Cipriani, po vetëm pjesa e po e quaj pasticcerisë së Ciprianit. Ndërsa në anën tjetër, në këtë drejtim, është dalja për të futur sallë. Shihni edhe një herë sa e bukur është pjesa sallës. Tani do mundohem ngjitem dhe në pjesën e sipërme në anën tjetër. Ballë për ballë është dyqani i Apple-it, një prej dyqaneve kryesorë në Manhattan, ndërsa në këtë drejtim keni tabelën që tregon të gjithë trenat që nisen në destinacionet kryesore, që ata shkojnë, sikur se tha shiheni, janë të gjithë trenat që ecin në zonat e New Yorkut, periferive të New Yorkut, përballë është zona e bileterisë, e cila ka ndruar dhe është dhe Oyster në këtë drejtim, në zonën e Vanderbilt është dhe Oyster Corridor, shumë i famshëm. Do mundohem të tregoj edhe këtë pjesë. Salla në vetvete është madhështore, mjafton të rrotullohet kamera për ta kapur se çfarë mrekullie ka. Ende janë të ruajtura strukturat origjinale, shiheni.
të strukturës. For the service thot ring bell, pra duhet I biesh butonit, çdo gjë është siç ka qenë në momentin e parë të ndërtimit, mail, pra për të futur pjesën e postës, ndërkohë që në këtë pjesë, ku është dhe korridori kryesor, mund të shkosh në 2 drejtime të tjera, do më thënë, në të 2 anët shkon në për pjesën e shoppingut që lidhet me terminalin. Unë do mundohem dhe njerë të tregoj pjesën e trenave dhe pasaj pjesën e shoppingut. Tu është Vanderbilt Hall, që është pjesa e dytë e hallit të Grand Central Terminal, I cili është shumë I famshëm për shandanët e mëdhej, që janë original, që prej momentit të parë të ndërtimit të tyre, dhe brasëria e Grand Centralit. Pra ky është halli Vanderbilt, I cili po vazhdoj prap të kthehem tek trenat dhe në pjesën tjetër, në këtë drejtim shkon direkt tek trenat. Trenat janë në këtë drejtim. Dhe nëse shkon në drejtimin tjetër, kthehesh në zonën e shoppingut. Është edhe zona është 1 milion njerëz kalojnë çdo ditë në këtë zonë të Manhattanit, në trenat e tyre duke shkuar dhe duke ardhur në drejtim të periferive të New Yorkut. Kjo është pjesa e trenave tani. Ja ku janë. Një tren që nga gati për të larguar, edhe treni tjetër. Është pjesa e trenave, shiheni sa po mbriti një tren dhe po largohet treni tjetër. Janë për ditë me 10 trena në oraret ndryshme që lëvizin nga kjo zonë e Grand Centralit në drejtim të periferisë New Yorkut. Rikthehem tani dhe pak për të parë pjesën tjetër. Shifem, ka shumë veta që marrin dhe bicikletat me veten tren. Kjo është pjesa, kjo është momenti mbritjes, një pjesë e madhe amerikanëve që punojnë në Manhattan, banojnë në periferi të tij, ndërkohë që në këtë pjesë mund të dilet në zonën e shoppingut. Janë rreth 60 dyqane që konsiderojnë pjesë e rëndësishme. Historia më interesante e Grand Central Terminal ka qenë në vitin 1970, kur u kërkua të prishej për të rinovuar, dhe në atë kohë një numër shumë I madh qytetarësh të New Yorkut, New Yorkut donin që kërkuan që ai të ruhej. Midis tyre ka qenë dhe Jacqueline Kennedy, ish bashkëshortja e presidentit amerikan John Kennedy. Në këtë drejtim shkohet në pjesën e shoppingut. Ka një sër dalje shtilla. Po, eci në këtë drejtim. Kjo është pjesa e poshtme dhe në këtë drejtim mund të shkosh sërish tek trenat. Është pjesa në shihni dhe ashensorët që në momentin e parë të ndërtimit dhe në pas janë të gjithë trenat që lëvizin. Ky është sot një lloj food courti që përdoret ende në një nga pjesët e Spoecit dhe këtej për ta treguar pak. Është një prej pjesëve më të bukura, po dal jashtë në këtë drejtim. Pjesa qendrore në fakt është pjesa e terminalit kryesor, main terminal, ndërsa në këtë drejtim dilet në zonën e shoppingut, I ndërtuar 112 vjet më parë, në të njëjtat përmasa, natyrisht sot shumë më aktiv sepse ka rreth 1 milion pasagjerë që kalojnë ditë.
Dhe këtu është pjesa e restoranteve dhe e dyqaneve. Ky është muzeu i tranzitit në New York, që tregon gjithë historinë e trenave dhe metrove të New Yorkut, ndërsa në këtë drejtim dilet në pjesën kryesore në 42 rrugë. Pra nëse vazhdon në këtë drejtim, mund të dalësh në 42 rrugë, që është kjo rrugë të sipër. Del sërish në një prej rrugëve më të mëdha të New Yorkut, e vetmja rrugë e cila është me 2 kalime. Të gjitha rrugët e New Yorkut janë kryesisht të gjitha kryesoret me një kalim, pra one way, ndërsa 42 rrugë është nga të paktat rrugë me 2 kalime të New Yorkut, vihet nga disa drejtime. Dhe këtu po dalë në derën qendrore, s'po dalë në derën anësore, po t'jetë hapur. Dhe këtu del sërish në 42 rrugë dhe në Grand Central, si quhet, godina më e bukur, ndoshta dikur më e bukur e New Yorkut, kjo godinë me këtë pamje manice dhe me Empire State Building në krah.